Okej, le ta nisim fort me një pyetje që mund të na trondis pak. Po sikur mielli i bardhë dhe sheqeri të ishin, le të themi, praktikisht e njëjta gjë për trupin ton. Po, pikërisht, kjo ide ndryshon gjithë lojen dhe është themeli i gjithë shkaje që do të diskutojmë. Pra, si ka mundësi? E po, kur themi sheqer në këtë analizë, nuk flasim vetëm për atë pluhurin e bardhë që hedhim në kafe. Jo, po flasim edhe për miellin e bardhë, atë të bukës, makaronave, gjithë shkaje. Pse? Sepse procesi i rafinimit i kthen të dyja në diçka që trupi ynë e përpunon në mënyrë pothuajse identike. E njëjta përgjigje në gjak, i njëjti sinjal në tru. Kjo është pika thelbësore që duhet mbajtur mend. Mirë, por pse na e kërkon trupi kaq shumë? Pse është kaq e vështirë të rezistosh një ëmbëlsire? Shpesh mendojmë se është çështje vullneti, apo jo? Thjesht mos e ha. E po, nuk është kaq e thjeshtë. Çështja është shumë e thellë, është çështje e kimisë së trurit. Le të zhytemi pak më thellë për të parë se çfarë ndodh realisht atje lart. Fjala magjike këtu është dopamin. Ky është neurotransmetuesi që na bën të ndihemi mirë, hormoni i shpërblimit. Kur ham diçka të mirë, truri lëshon pak dopamin. Por me sheqerin, është tjetër histori. Sheqeri shkakton një vërshim, një çlirim binatyrshëm të dopaminës. Praktikisht e përmbyt sistemin. Dhe çfarë bën truri kur merr një goditje kaq të fortë kënaqësie? E kërkon prap dhe prap dhe prap. Kjo është varësia në formën e saj më të pastër. Dhe nëse kjo nuk mjafton për të na bindur, hidheni një sy kësaj. Kur shikon skanimet e trurit, është thjesht e pabesueshme. Në të majt, truri i dikujt me varësi nga droga. Në të djathtë, nga sheqeri. Praktikisht identike. E njëjta pjesë e trurit ndizet, i njëjti reagim kimik. Pra nuk po flasim për një zakon të keq apo një dëshirë të vogël, po flasim për një reagim neurologjik të thellë, të fuqishëm. Dhe bëhet edhe më fort. Dëgjojeni këtë citim nga studimet shkencore. Shpërblimet e ëmbla mund të jenë madje edhe më shpërblyese dhe tërheqëse se sa drogat që krijojnë varësi si kokaina. Le ta lëmë të na depërtoj pak kjo ide. Më shpërblyese se kokaina. Kjo e vendos sfidën në një dritë krejtësisht të re. Apo jo, tregon se sa e fuqishme është kjo tërheqje. Okej, mjaft me lajme të këqija. Kuptuam problemin, kuptuam sa serioz është. Tani, çfarë bëjmë? Kjo është pjesa më e rëndësishme. Kemi një plan veprimi. Një plan me 7 hapa i menduar si një kuti mjetesh për të riprogramuar trurin dhe për të rifituar kontrollin. Kjo është rruga drejt lirisë. Ja si duket harta jone hapat që do të ndjekim. Së pari, të kuptojmë trurin. Pastaj, të njohim nivelin ku ndodhemi. Hapi i tretë, detoksi i plot. I katërti, të bëhemi detektiv etiketash. I pesti, të balancojmë vaktet. I gjashti, diçka që do t'ju abis, shërimi i zorrës. Dhe së fundi, të jemi të vëmendshëm ndaj sheqerave të tjerë. Çdo hap ndërtohet mbi tjetrin, kështu që le t'i shohim disa nga më kryesorët. Pra, hapi i parë, rikthimi te ideja themelore. Nuk mjafton të heq dorë vetëm nga çokolata apo biskotat. Pse? Sepse nëse heq një kek, por e zëvendëson me një mal me makarona të bardha, për trurin nuk ke bërë asnjë. Ai ende po merr atë goditjen e dopaminës që kërkon me aq dëshirë. Pra, liria e vërtet vjen kur e kuptojmë këtë. Duhet të ndërpresim të gjithë ciklin. Kjo përfshin edhe bukën e bardhë, makaronat, picat, të gjitha karbohidratet e rafinuara. Tani, hapi i tretë, detoksi. Le të jemi sinqert, kjo është pjesa më e vështirë. Kjo është faza ku shumë njerëz heqin dorë. Çfarë mund të presim? E po, 3 ditët e para mund të mos jenë shumë të këndshme. Dhimbje koke, nervozizëm, lodhje, trupi proteston. Gjatë 1-2 javës në vazhdim, mund të ketë ende luhatje, por, dhe ky është pori më i rëndësishëm, pas këtij tuneli të shkurtër ka dritë, një gjendje krejtësisht tjetër, me më shumë energji, qartësi mendore dhe shëndet. Ja vlen sakrifica. Pastaj vjen hapi i katërt, ku bëhemi pak si detektiv. Sepse sheqeri është mjeshtër i kamuflazhit. Fshihet aty ku nuk e pret mendja. Mendojmë se po ham diçka të shëndetshme, por në fakt po konsumojmë sheqer të fshehur. Ku? Kudo. Në kosin me fruta, në salcën e gatshme të makaronave, madje edhe të ato batona proteinike që duken aq të pafajshme. E vetmja armë që kemi? Të kthejmë paketimin e të lexojmë etiketat, me vëmendje. Kjo është një aftësi thelbësore. Mirë. Si luftojmë ato dëshirat të çmendura gjatë detoksit? Këtu hyn në lojë hapi i pestë, formula magjike e vaktit. Është shumë e thjeshtë në fakt. Çdo vakt duhet të ketë 3 komponentë: protein, fibra dhe yndyrna të shëndetshme. Pse? Sepse ky kombinim mban nivelin e sheqerit në gjak
të qëndrueshëm, si një vije drejt, pa ato ngritje dhe rënjet e frikshme. Kur sheqeri në gjak është stabil, truri nuk bërtet më jep sheqer tani, kaq e thjesht. Tani, përgatituni për diçka vërtet fascinuese. Hapi i 6. Gjithmonë kemi menduar se dëshirat vijnë nga truri apo jo. E po, derisa ka edhe një lojtar tjetër në fushë, Zorra. Ky citim është i jashtëzakonshëm. Burrat që kishin neps të përditshëm për çokoladë kishin baktere të ndryshme në zorr nga ata që nuk e kishin problem. Çfarë do të thotë kjo? Që ato mikroorganizma të vogla brenda nesh mund të jenë duke na diktuar se çfarë të ham. Pra, të shërosh zorrën bëhet një pjesë kyçe për të fituar luftën. Okej, një pyetje që me siguri po lind tani është, po mirë, a nuk mund të përdorim diçka tjetër? Një alternative? Po mjalt, po ëmbëlsuesit artificial? Kjo është një pyetje super e rëndësishme. Pra, le të hedhim dritë mbi këtë botë konfuze të alternativave të ëmbla. Çfarë na ndihmon dhe çfarë na kthen prapa? Kjo tabelë na e bën shumë të qartë. Shikoni, mjalti apo shrupja gaves, edhe pse duken natyrale, për trurin ton janë prapë sheqer. Ato e mbajnë gjallë dëshirën, kështu që gjatë detoksit është mirë t'i lëmë njanë. Nga ana tjetër, frutat e plota, absolutisht. Fibrat dhe uji brenda tyre e ndryshojnë totalisht mënyrën si trupi i përpunon, kështu që nuk krijojnë varësi. Po ëmbëlsuesit artificial, këtu bëhet interesante. Duket se në doza të vogla janë në rregull. Dhe le ta qartësojmë këtë pikë sepse ka shumë konfuzion. Studimet më serioze, ato që quhen standardi i artë në shkencë, kanë treguar diçka të qartë. Ëmbëlsuesit artificial nuk e stimulojnë dëshirën për më shumë sheqer. Përkundrazi, ato mund të ndihmojnë në uljen e urisë dhe të konsumit të përgjithshëm të kalorive. Kjo është një goditje për shumë mite që qarkullojnë, por është ajo çfarë thotë shkenca. Dhe ja ku arritëm në fund, me një mendim që na lë të kërkojmë më shumë. Gjatë gjithë kësaj analize, pam diçka të mahnitshme. Bakteret në zorrë mund të na përshpërisin se çfarë të ham. Kjo na bën të shtrojmë një pyetje edhe më të madhe. Nëse ato mund të kontrollojnë dëshirat tona, çfarë tjetër mund të jenë duke drejtuar? Gjendjen tonë shpirtërore, vendimet tona? Kjo është një fushë e re dhe absolutisht magjepse në shkencë. Faleminderit për vëmendjen.